Edhe një qytetar i Kosovës është ndaluar nga autoritetet serbe në pikalimin kufitar ndërmjet Hungarisë dhe Serbisë. Ai ka thënë se shtetasi i Republikës së Kosovës që është ndaluar në Serbi është 44 vjeçari Mentor Mustafa nga fshati Jasenovic i Novobërdës. Në momentin e ndalimit, sipas Kocit, ai ishte duke udhëtuar me autobus nga Stuttgarti drejt Kosovës së bashku me vëllain e tij Fejzullah Mustafën. Ky i fundit i ka thënë avokatit se autoritetet serbe i kanë bërë me dije se ndalimi lidhej me letërnjoftim të dëmtuar. Koci poi se ka filluar të angazhohet për sqarimin e rrethanave të ndalimit dhe për t'i ofruar ndihmën e nevojshme juridike. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka thënë se personi në fjalë është arrestuar mbi dyshimet për, siç thotë, kryerjen e veprës penale krime kundër popullatës civile.